Të nderuara media, ju faleminderit për prezencën. Vazhdojmë me konferencë tematike për shtyp ku do t'ju informojmë në mënyrë të detajuar dhe transparente për të gjitha aktivitetet dhe më rëndësishme se si po shkojnë procedurët dhe në çfarë faze kanë arritur. Ndryshe nga në të kaluarën kur institucionet ishin të ngadalta, jo efektive ose zbatonin në mënyrë selektive ligjin, sot po demonstrojmë qasje të ndryshme, duke u bazuar në veprime të shpejta, rregulla të qarta dhe zero tolerancë ndaj parregullsive. Së pari, në këtë konferencë do të flasë ministri i jashtëm Tinço Mucunski dhe zëvendës ministri i ekonomisë Marian Risteski. Së pari duhet t'ju bëjmë dije se nëse deri më tani flitej për kontrollet e kryera dhe të përfunduara dhe për paraqitjen e shifrave në detaje, së duhet të theksoj se formalisht, ligjërisht dhe në aspektin administrativ, i gjithë dokumentacioni nevojshëm në lidhje me inspektimet e fundit është përpunuar plotësisht. E gjithë procedura ka përfunduar në formë raporti zyrtar dhe është dorëzuar në institucionet përkatëse. Me këtë, Inspektorati Shtetëror i Tregut përfundoi zyrtarisht dhe ligjërisht pjesën e parë të procesit në kohë rekord, duke garantuar efikasitet dhe respektim të rregulloreve. E dyta, nga sot 5 ekipe inspektuese janë në mënyrë aktive në terren dhe po kryejnë inspektime të objekteve të dedikuara për festime dhe tubime të mëdha, siç kemi bërë të ditur tashmë. Këto inspektime janë fokusuar në kontrollin nëse objektet i plotësojnë kërkesat, kushtet minimale teknike sipas ligjit. Në ditën në vim presim raport të ri nga ky kontroll, i cili do të jetë pasqyrë më të qartë të niveleve të përputhshmërisë dhe të gjitha maset e nevojshme korrektuese. Qeveria jo nuk është këtu për të ndërmarrë qasje analitike pa hapa konkret. Ne jemi këtu për të vepruar. Nuk do të lejojmë paligjshmëri apo standarde të dyfishte dhe do të vazhdojmë të forcojmë efikasitetin institucional për të siguruar që rregullat të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë. Opinioni meriton siguri, drejtësi dhe institucione që i shërbejnë, e jo anasjellës. Mbetemi të përkushtuar ndaj këtij misioni dhe do të vazhdojmë t'ju informojmë rregullisht për rezultatet e përpjekjeve tona, gjetjet dhe aktivitetet e ndërmarrë si pjesë e këtij procesi. Ju faleminderit. E ftoj ministrin Mucunski për t'ju drejtuar. Urdhëroni. Të nduara media, më lejoni të shpreh mirënjohje për prezencën tuaj dhe profesionalizmin tuaj, përgjegjësinë dhe përgatitjen për ta informuar opinionin në kohë dhe saktë. Sot dua ta informoj opinionin se Ministria e Jashtme në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin për Punë të Përbashkët dhe të merret me procesin e riadresimit të qytetarëve apo shtetëve të Maqedonisë, të cilët shërojnë jashtë vendit. Është proces i ndërlikuar që kërkon shkallë të lartë të përgjegjësisë për shëndetin e çdo pacienti. Ministria e Shëndetësisë si institucion përkatës ka përgatitur protokoll të qartë mjekësor që procesi të jetë në kohë i sigurt dhe në interes më të mirë të familjeve të pacientëve dhe vetë pacientëve. Protokolli nëpërmjet përfaqësive diplomatike është dërguar në spitalet ku ata janë të shtrirë. Sipas vlerësimeve të ekipeve të mjekëve dhe Ministria e Shëndetësisë organizohet procedurë dhe çdo hap në procesin e kthimit të tyre, përfshirë edhe rekomandimi për organizimin e transportit përkatës që e koordinon SOZR. Në këtë drejtim, më lejon t'ju informoj se dje u realizua kthimi i një pacienti nga Beogradi. Sot presim arritjen e një pacienti nga Greqia dhe 4 nga Madridi. Ditën e vim presim kthimin e pacientëve nga Belgjika, Kroacia, Serbia dhe Austria. Fal intervenimit në kohë të qeverisë dhe mbështetjes të pashoqe të partnerëve tanë në botë, me sukses e përfunduam procesin e dërgimit të pacientëve jashtë vendit. Mund të konkludojmë se
Suksesi i këtij operacioni solli optimizëm tek të lënduarit nga fatkeqësia dhe familjet e tyre, dhe solli besimin se nuk janë vetë në menaxhimin e kësaj sfide shumë serioze. Ky sukses edhe neve na ka dhënë nxitje dhe shtys për të vazhduar në mënyrë të përkushtuar dhe të përgjithshme lidhur me obligimet dhe detyrimet tona. Në periudhën e ardhshme, fokusi jon do të jetë për organizimin e kthimit të sigurt të pacientëve dhe përfundimin me sukses të kurimit të atyre që janë jashtë vendit. Këtë e bëjmë me përkushtim të madh, kujdes dhe koordinim të plot mes institucioneve. Shtabi i krizës në Ministrinë e Jashtme mbetet aktiv dhe vazhdon të koordinoj 24 orë tërë procesin. Gjithashtu në ditën e vijim do të vazhdojmë në komunikim të përditshëm me familjet e pacientëve dhe institucionet përkatëse. Gjithashtu do të mbajmë vazhdimsimin për informimin në kohë të opinionit për të gjitha ngjarjet. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit Ministër Mocunski. Do t'i marrim edhe pyetjet e juaj vetëm e thërras tani edhe zëvendës Ministrin e Ekonomisë për fjalimin e tij dhe pastaj vazhdojmë me pyetjet. Qytetarë të nderuara, media të nderuara, sipas udhëzimeve të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Ministria e Ekonomisë filloi me analizë të përgjithshme të gjithë ligjeve dhe dispozitave lidhur me procesin e dhënieve të licencave, procedurave dhe kontrollet të objekteve gastronomike. Tragjedia në Koçan nxorri në pa shumë lëshime në rregulloren ligjore lidhur me këto procedura, kurse qëllimi jon është që me ndryshimet të parandalojmë që mos të ndodh një tragjedi e këtillë katastrofale. Ndryshimet e reja në ligjin për gastronomi miratojnë për rritjen e standardeve të sigurisë që duhet të plotësojnë të gjitha objektet që kryen veprimtari gastronomike, kontroll më të madh në dhënien e licencave, si dhe vërtetim të qartë të detyrimeve të gjitha institucioneve të shtetit lidhur me këtë proces. Grupi i punës më shumë merret me ndryshime për ligjin për veprimtari gastronomike, por edhe për rregulloren dhe aktet e tjera nënligjore lidhur me dhënien e licencave për diskoteka, kabare, klube nate dhe objekte të tjera gastronomike. Me këto ndryshime duhet të plotësohen disa synime. E para, vendosje e sistemin me të cilin duhet të plotësohen të gjitha dispozitat dhe ato të verifikohen para se të mund të merret licencë për punë për të gjitha objektet gastronomike. Dobësit në ligjin aktual me parregullësitë që kanë kontribuar për koordinim mes institucioneve, lidhje më të madhe të përparashtruesit e kërkesave për marrjen e licencave, dhënien e licencave pa u kontrolluar në detaje të gjitha dokumentet dhe elaboratet që janë dorëzuar me vetë kërkesën. Ndryshimet e reja do t'i eliminojnë të gjitha anomalitë dhe qartë do t'i kufizojnë obligimet e të gjitha organeve të shtetit që janë në këtë proces. E dyta, rritje të standardeve të sigurisë për të gjitha objektet që merren me këtë veprimtari. Patjetër të vendosim standarde më të larta për siguri, për shkak se jetët e njerëzve janë para së gjithash. Më të rëndësishme se çdo fitim, duhet të vendosim procedura të qarta dhe të rrepta që patjetër t'i parandalojnë këto lëshime në të ardhmen. Këtu janë edhe plotësimi i kushteve minimale teknike, aparate kundërzjarrit, kushtet sanitare dhe mbrojtje gjatë punës. Gjithashtu, parashojmë dhe sugjerojmë ashpërsimin e kontrollave
të kompanive të jashtme private që përpunojnë elaborate dhe plane në fushën e mbrojtjes kundër zjarrit, vlerësimin e rrezikut dhe planet për evakuim të këtyre objekteve. Dhe e treta, koordinim më të madh në kontrollin e punës së objekteve me gjoba më të ashpra për të gjitha lokalet që i shkelin ligjet. Me ndryshimet parashojmë gjoba më të larta financiare, si për gastronomët që nuk i përmbahen standardeve të vendosura, ashtu edhe për antarët e komisioneve që janë përkatëse për vërtetimin e besojshmërisë të dokumenteve dhe kontrollin e subjekteve. Kontrollet e deritanishme kanë treguar shumë mungesa në rregulloren e përhershme të dispozitave ndëshkuese, siç janë gjobat e ulta, mospasje të mundësisë për mbylljen e këtyre objekteve dhe në rast të parregullsive dhe lëshime të tjera ndaj rregullorëve të tjera ligjore. Për te kalimin e këtyre parregullsive, bëjmë analizë dhe propozime për ndryshime në disa ligje, ndërsa do të japim propozim për ndryshimin e kodit penal dhe ligjin e kundërvajtjeve, ku puna jo ligjore e objekteve gastronomike jo vetëm që do të rrit gjobat në të holla, por do të ketë mundësi të bëhet edhe vepër penale. Vëllimi i materialit dhe ligjeve që përfshihen kërkon koordinime të gjitha institucionet dhe organet që janë pjesë e kësaj materie, kurse qëllimi është një miratimi i një ligji të cilësor duke eliminuar parregullsitë nga e kaluara. Të nderuar, qëllimi jonë është që të krijojmë sistem i cili punon në mënyrë parandaluese dhe u shërben qytetarëve. Tragjedia në Koçan nuk guxon të përsëritet, parregullësia patjetër të ndërpritet, gjoba duhet të ketë për të gjithë shkelësit. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit edhe për zëvendës ministrin e ekonomisë, që të mbajmë radhë në konferencë. Nëse keni pyetje për mua, urdhroni më pas edhe për folësit e tjerë. Mikrofon? A ka dikush tjetër pyetje? Do të filloj unë jashtë temës edhe për temën dhe vazhdoj me folësit e tjerë. Rreth shkarkimit të kryeprokurorit Kocevski. Kryeministri tha se do të ndërpritet procedura, sot duhet të mbahet seancë në Këshillin e Prokurorëve, por u anulua. Si qeveri, a do të dërgoni shkresë, do të ketë vendim të qeverisë se ndërpritet procedura, apo do të pritni Këshillin e Prokurorëve publik që të dërgojë mendim? Lidhur me atë se si qeveri që do të ndërpresim procedurën, do të dërgoj mendimin në kuvend. Në këtë kontekst duhet të sqaroj se qeveria, edhe nëse merr mendim nga Këshilli i Prokurorëve, do të ndërpres dhe nuk do të dërgoj në kuvend, që mos të kemi dilemë, kurse Këshilli i Prokurorëve publik, sipas afateve, do të veproj. Rreth ngjarjes së djeshme me arrestimin e ish drejtorit të rrugëve shtetërore, kompania e sigurimit ka disa marrëveshje aktive me institucione shtetërore. Si qeveri, a do të shqyrtoni, a do të shkëputni marrëveshjet? Për shkak se ka hetim të rastit, këtu janë edhe disa veçqeverisje lokale, ndoshta si qeveri do të dorëzoni kërkesë për shkëputjen e kontratave. Ata që unë e kam si njoftim nga Ministria e Brendshme, se hetimi është në rrjedhë lidhur me kompaninë konkrete, besoj të gjitha institucionet që kanë lidhje, që është jashtë dispozitave ligjore, do të sankcionohen. Edhe një pyetje jashtë temës rreth moratoriumit për institucionet shtetërore. Ato dërgoni listë cilët janë këto institucione, shkruhej për teatrin e Prilipit. Nëse ka shkolla dhe qerdhe në këto institucione, çfarë do të ndodh me fëmijët? A do të zhvendosen në shkolla tjera? Atë që mund të them, sipas të dhënave që i kam, ky moratorium është
që të tejkalohen parregullësitë që do të vërtetohen. Në këtë afat, patjetër, të gjitha parregullësitë, pa marrë parasysh apo të fjalë për objekte private apo shtetërore, të tejkalohen. Qasje analitike nuk do të kemi në këtë. Ne duhet të veprojmë shpejt dhe në mënyrë efikase që të parandalojmë tragjedi të ngjashme në të ardhmen, kur të përfundojë tërë procedura nga aspekti i kontrollit. Të gjitha organet përkatëse do të informojnë se për çfarë objekte bëhet fjalë private, shtetërore, çfarë masa do të ndërmerren dhe në çfarë afati. Do të informojmë rregullisht të jeni të sigurt. Ju faleminderit për juve. Unë kam një pyetje. A ka dikush pyetje për mua apo mund të tërhiqem? Ju faleminderit. Urdhëroni zëvendës, ministër. Zëvendës ministër, kam disa pyetje. Fillimisht me temën ndryshime ligjore përmendet. Çfarë sakt do të ndryshoni? Do të ndryshoni neni 21, ku nuk tregohet kush kontrollon, çfarë kontrollon dhe si do ta realizoni këtë, sepse nga një anë shohim që kjo mirë për procedurët e biznesit u miratuan këto ndryshime, por kjo u abuzua dhe ka parregullsi ligjore. Si do të kontrolloni dhënien e licencave dhe a do të kërkohen dokumentet nga të gjitha institucionet tjera përkatëse, inspektorati sanitar, inspektorati i punës, policia, dhe nëse deri më tani sipas këtij ligji nuk janë kërkuar këto dokumente, sepse në opinion kemi dilema, nuk mund të pastrojmë nëse këto dokumente janë kërkuar gjatë dhënies së licencave, apo këto inspektime kanë vërtetuar se ka aparate kundër zjarrit, ka disa dalje se plotësohen kushtet sanitare. Shkurt, çfarë do të ndryshoni në ligjin aktual? Ju faleminderit për pyetjen zotërit Temenukov. Nga ajo që e përmendet, ndryshimet e ligjit janë bërë në vitin 2008 me gilotinët rregullatore për lehtësimin e bizneseve dhe në këto ndryshime hyn dhënia e licencave për kabaret, diskotekat, klubet e natës dhe objekte tjera gastronomike që sipas me nuk është dashur të jepen, sepse këto objekte lidhur me probleme në punën e tyre dhe kjo e tregon edhe praktika. Por ligji është ky. Vërtet është problem i madh që deri më tani në ligj është lënë në vetdijen apo ndërgjegjen e palës gjatë paraqitjes për të dorëzuar këto dokumente dhe është lënë në vetdijen e punonjësve që me nismën e tyre e kanë vendosur ta kontrollojnë besueshmërinë e dokumenteve apo jo. Sipas ndryshimeve ligjore, ju siguroj që nuk do të jetë kështu, do të ashpërsohen shumë kriteret, siç edhe paralajmërova në fjalimin tim. Pra, një nga idetë është krijimi apo themelimi i një komisioni, siç kemi komision për kategorizimin e hoteleve, komision për përsaktimin e licencave për restorante nacionale, fatkeqësisht nuk është parapar në ligj dhe në rregullore në Ministrinë e Ekonomisë, sektori gastronomi, miratimi i komisionit për kontrollin e kushteve minimale teknike dhe kushteve të tjera që duhet të plotësojnë këto klube. Një nga nismat për ndryshimin e ligjit do të jetë themelimi i një komisioni të këtillë. Inspektorati i tregut ka pasur obligim që të kontrollojë objektet dhe kushtet nëse i plotësojnë. Por praktikisht dhe objektivisht, inspektorët e tregut me profesion janë ose jurist ose ekonomist. Si mund ata të kontrollojnë nëse objekti plotëson kushte ndërtimore, kushtet kundër zjarrit, rrymë e kështu me radhë. Gjithçka që ka të bëjë me dhënien e lejes për ndërtim dhe për plotësimin e kushteve minimale teknike. Qëllimi është që në të ardhmen në këtë komision të jenë disa institucione dhe profesionalistë
në fushën e tyre që do të garantojnë me nënshkrimin e tyre në proces verbal që do ta bëjnë jo pasi të jepet licenca, por para se të jepet licence për këto objekte, siç janë kabare, klube nate, diskoteka kështu me radhë. Dhe propozimi jon është që të hyjnë këtu profesionist nga disa institucione dhe fusha, siç është nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, Inspektorati i Punës, MPB, komuna gjithashtu duhet të ketë rol të madh në pjesën e urbanizmit, MPB, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, DAP dhe shumë institucione të tjera që do ta vërtetojnë mundësinë që ai objekt më tej të futet në procedurë për marrjen e licencës e jo të lihet deri më tani me rregulloret ligjore në vetdijen apo në ndërgjegjen e palës apo në ndërgjegjen e punonjësve në sektorin e gastronomisë. Ne jemi shtet me shumë mentalitet problematik. Nga ajo që e kemi si praktikë dhe përvojë, ata që duhet të realizojnë ligje, persona që janë në institucion apo në kompani private, palëve më shumë do t'i thonë se si të mashtrojnë ligjin, sesa si ta respektojnë ligjin. Këtë e tregon praktika në institucione të ndryshme që disa herë ligjet bëhen për disa individ e jo për të gjithë qytetarët. Ajo që thuhet në nenin 6, tani do ta materializojnë në nenin 21 me kompetenca të qarta, apo do të themeloni komision që do të sigurojë dokumente të drejtë për drejta, se plotësohen kushtet minimale teknike. Absolutisht, dhe të gjithë që vendosin në shkrim do të garantojnë edhe për personat e komisionit do të ketë dënime përgjegjësi në të holla apo përgjegjësi tjetër, por kjo do të diskutohet edhe më tej, do të konkretizojmë sipas ligjit për gastronomi. A do të ketë kontrolla në terren para dhënies së licencave, se është bërë kontrolli në terren, se objekti i plotëson ato 6-7 kushte, absolutisht, siç thash, jo para kohë të vërtetohen kushtet me nënshkrim nga komisioni, por më tej proces verbali të hyjë në procedurë të më të tjeshme dhe kontroll të sërishëm nga sektori gastronomi apo institucioni përkatës, në këtë rast Ministria e Ekonomisë dhe Punës, dhe në këtë mënyrë shërbimet e inspektimit në terren do të kenë pamje të qartë, çfarë të kontrollojnë dhe ku të kontrollojnë, e jo të lihet boshllëk kaq i madh ku mund të ketë hapësirë për mashtrim dhe për mos respektim të ligjit. Jashtë temës, nëse mundi një pyetje, dje u mor vendimi i qeverisë për pagën minimale të harmonizohet sipas ligjit, por hapen disa dilema. Në çfarë baze është marrë ky vendim, kur e dim që të merret vendim, duhet të ketë këshill funksional ekonomik social. As nuk është funksional, sepse nuk ka sindikat përfaqësues që mund të merr pjesë në SSE dhe në seancë duhet të jep leje. Në çfarë baze është marrë ky vendim dhe çfarë do të bëni? Sepse data 31 është afati ligjor, të ketë seancë, të ketë miratim dhe të bëhet paga sipas ligjit. Ndoshta pak edhe është vonë, a do të arrihet të bëhen kjo, sepse po bëhen për llogaritjet për pagat dhe të bëhen deri në 15 prill që të paguhet paga e marsit. Ju faleminderit edhe për këtë pyetje jashtë temës. Fillimisht, nuk bëhet fjalë për a është ky ligj apo ky vendim i rregullt apo jo. Paga minimale miratohet në bazë të 50% pagës mesatare në vitin paraprak ndaj entit shtetëror të statistikës dhe 50% nga indeksi i shpenzimeve apo inflacionit në periudhën apo vitin paraprak sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikës
dhe nuk duhet të jetë më ulët se 50% nga paga e dhënë mesatare vitin e kaluar. Gjithashtu sipas të dhënave të ESHS-s. Këshilli Ekonomik Social është themeluar dhe punon. Për momentin po themelohet komisioni i ri që duhet të kontrolloj përfaqësimin e subjekteve që e përbën këtë këshill ekonomik social. Cili sindikat do të marrë pjesë në këtë trup këshilldhënës. Trupi këshilldhënës apo ESS që është themeluar në vitin 2010 jep këshilla me konsensus apo me shumicë votohen këto vendime këshilldhënëse që më pas duhet të hyjnë në procedurë ligjore, ndryshim të ligjit e kështu me radhë. Deri më tani, ne si qeveri kemi obligim të respektojmë ligjin për pagë minimale, që duhet të fillojnë të paguhet nga muaji i ardhshëm. Ka hapësirë që institucionet të përllogaritin rritjen e pagës minimale që është 2200 denar dhe edhe një kundër pyetje, jo për ju, por si mendim. Sindikata nuk ka përfaqësim. Çfarë nëse vërtetohet në procedurën e komisionit se asnjë sindikat nuk i plotëson kushtet për përfaqësim? Kjo do të thotë se nuk duhet të realizohet ligji, patjetër të realizohet ligji. Atë që e tha kryeministri Mickoski, dje ne përsëri lëm hapësirë pa marrë parasysh këtij vendimi. Në periudhën e ardhshme, nëse merren vesh për pagë më të lartë minimale, sindikatët, pa marrë parasysh a do të jetë LSM apo ndonjë sindikat tjetër dhe përfaqësuesi i punëdhënësve, ne si qeveri do ta respektojmë. Nuk duhet të pritet ESS dhe se mund të zbatohen këto dispozita. Vendimi është ligjor dhe mendoj se më tej është lënë hapësirë në këtë dialog social që është trepalësh, qeveria, punëdhënësit dhe sindikatët, nëse merren vesh këto sindikata përfaqësuese, ne do ta respektojmë si qeveri. Ju faleminderit. Unë kam një pyetje për ministrin Mosunski. Ministri një sqarim për dërgimin, kthimin dhe shpenzimet e atyre që janë jashtë vendit. Në rrjetet sociale ka zëra të ndryshme. Familjet shesin prona, mblidhen donacione. Ministri Tarval tha që në 99% të rasteve është falas, nëse mundet një sqarim të shkurtër. Kush e paguan shërimin për pacientët dhe apo mblidhen donacione sepse ka mundësi për abuzime. Unë njëherë jam përgjigjur në këtë pyetje, por pajtohem me juve se duhet të përgjigjem edhe një herë. Ne si shtet që në fillim përmendëm se qeveria nëpërmjet shërbimit për punë të përgjithshme të përbashkët do t'i mbulojë shpenzimet për udhëtim familjeve të pacientëve, shpenzimet për akomodim për familjet e pacientëve, ka modalitet nëpërmjet ku për një pajisje mobile do të mbulohen shpenzimet për roaming dhe mbulohen të gjitha shpenzimet logjistike që mund të dalin, përfshirë mbulohet, sigurohet edhe ushqimi në suazat e hotelit ku ata janë të akomoduar dhe këtë e operacionalizon shërbimi për punë të përgjithshme dhe përbashkëta. Në rastet të caktuara pash informacione në rrjetet sociale me disa familje kur i pash këtë informacione, kam kontaktuar drejt për drejt të vërtetojmë a ka parregullsi, a ka problem. U vërtetua që janë akomoduar, janë transportuar për disa çështje të imta logjistike u pajtuam dhe mendoj se për momentin kemi koordinim të plot me familjet sa i përket mbulimit të harxhimeve. Një pjesë e këtij shpenzimi është mbuluar nëpërmjet mekanizmit për mbrojtje civile të BE-s, një pjesë është mbuluar nga
marrëveshje dy palëshe që ekzistojnë apo vendime të marra nga vetë qeverisë të vendeve që i marrin pacientët në pjesën e kushteve apo shërbimeve mjekësore. Thjesht familjet e atyre që shërohen dhe ata që shërohen nuk do të kenë asnjë harxhim në këtë proces. Edhe nga aspekti mjekësor, edhe nga aspekti logjistik, njëkohësisht. Unë e mbështes çdo nismë për grumbullimin e mjeteve. Pse e them këtë? Nga një aspekt human. Kjo është tragjedie e madhe, një tronditje e madhe për tërë shtetin. Ka njerëz që qëndrojnë në shtëpi dhe ndjehen se nuk mund të ndihmojnë. E shohin tragjedin dhe duan të ndihmojnë dhe konsiderojnë se mënyra më e mirë është secili aq sa mundet financiarisht të ndihmojë. Ka disa nisma, atë që e bën kryqi i kuq. Gjithashtu ka nisma ana support që në ikra dhe jona si qeveri është që të mbështetim proces humanitetit, por opinionin ta informojmë se lidhur me aspektin logjistik dhe mjekësor, shteti qëndron pas këtyre pacientëve dhe pas këtyre familjeve. Dhe atë që e theksoj personalisht se shteti posedon me mjetet buxhetore, me mjetet e qytetarëve, familjeve dhe funksioni i shtetit është që të reagojë në kohë dhe të ndihmojë. Nuk mund të gjykoj asnjë thirrje për donacion, përkundrazi, reagimi jon njerëzor është kur dikush ka tragjedi të gjejmë mënyrë si të ndihmojnë, është e natyrshme dhe kjo tregon se si njerëz jemi solidar, por të gjitha shpenzimet për familjet dhe pacientët përfshirë nga bartja. Momenti i dytë, kthimi, riadhesimi është në shpenzim të buxhetit. Ju faleminderit të gjithëve.